Numri punëtorëve të huaj në qarkun e Lezhës po vjen gjithnjë në rritje, ndërsa ata i ndesh pothuajse në çdo sektor. 2 herë më shumë aplikime për punësim janë regjistruar zyrtarisht në periudhën janar-shkurt të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kërkesat e larta kanë ardhur si rezultat i uljes së fuqisë punëtore shqiptare. Kishim nevojë për punëtorë dhe tregu i Lezhës nuk na ofronte këtë mundësi. Nuk ishte shumë njerëz vërdall për të punuar, pasi lëvizin jashtë vendit, edhe menduam të rekrutojmë nga Filipinet, edhe na doli. Kemi pak vështirësi se jo të gjithë dinë shumë mirë anglisht, por që kemi arritur të merremi vesh me ta, pasi edhe pse nuk dinë shumë mirë anglisht, përpiqen t'i kuptojnë gjërat që ne themi, edhe janë gjithkohës të gatshëm për t'u marrë vesh me ne, derisa ta kuptojnë fikse çfarë kërkojmë prej tyre. Përveç pagës, ne i ofrojmë akomodimin, edhe një dietë mujore ku i përfshihet, ku i del domethënë mjaftueshëm për të mbuluar shpenzimet e tyre ushqimore. Numri më i lartë i të punësuarve e zën Filipinasit, por pa lënë pas edhe shtetet e tjera. Ata shprehen të kënaqur me pagesat dhe kushtet e punës, pasi të ardhurat që sigurojnë në Shqipëri janë më të larta se në vendin e tyre. Unë jam Diana Di Gracia nga Filipina, dollëm këtu për një vit e gjysmë. Disa miq këtu në Shqipëri na thanë se është shumë mirë dhe ashtu po rezulton. Në Filipinë jam paguar 50 deri në 100 euro në muaj, ndërsa këtu marr 500 euro në muaj. Kemi bërë kërkime para se të vinim në Shqipëri. Na sugjeruan të vim këtu sepse është punë e mirë dhe drejtuesit janë pozitiv. Jemi ambientuar dhe jemi shumë të kënaqur me pagesat dhe kushtet e punës. Të ardhurat që sigurojmë këtu janë shumë herë më të larta se në vendin tonë dhe kjo është një garanci për të ardhmen e familjes. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Punësimeve në qarkun e Lezhës për vitin 2026, janë miratuar gjithsej 150 aplikime për punësim të shtetasve të huaj, nga të cilat 25 kanë qenë rinovime për leje unike, ndërsa për të njëjtën periudhë të një viti më parë janë miratuar 68 aplikime. Në total, gjatë vitit 2025 janë miratuar gjithsej 872 aplikime për shtetas të huaj për arsye punësimi, duke u referuar të njëjtës periudhë të vitit të kaluar, pritshmëritë për këtë sezon janë të larta, bazuar në numrin e aplikimeve të deritanishme dhe kërkesat në rritje për fuqi punëtore nga subjektet që operojnë në rajonin e Lezhës.